Nderuar besimtar, në xhuman e kaluar u ndalëm diçka dhe tham ose sollëm disa rregulla të cilat duhet i respektojë besimtari dhe pastaj të përballet me vështirësinë. Pra disa norma, disa rregulla që ne duhet i kemi parasysh dhe pastaj t'i zbatojmë ato, t'i implementojmë për të përballur me vështirësinë, me sikletat, me sprovat, me ato pjesë dhe fragmente të jetës tonë, të cilat ndoshta nuk i dëshirojmë, por janë ligji i Allahut lartësuar që do të ndodhi. Dhe pastaj këtu ndahen njerëz në dy kampe, në dy grupe. Grupi i parë janë njerëz të cilët bien në panik dhe nuk dinë se si të sillen me vështirësitë, me sprovat dhe me sikletet, dhe kampi i dytë apo grupi i dytë janë pikërisht ata besimtarë dhe besimtaret që janë të ndriçuar me dritën e Zotit dhe sillen ose i menaxhojnë këto vështirësi dhe këto sprova korrekt në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe unë jam i bindur dhe ju jeni të vetëdijshëm që të flasësh për këtë temë është një shkollë më vete. Pra nuk është diçka që mund të ezaurohet ose nuk është diçka që mjafton të përmendet një herë në kaq në mënyrë periodike në për minbere apo në për ligjërata apo për kujtime. Mi po është shkollë jete, sepse ne e dimë shumë mirë që në dunjan që ka krijuar Allahu i lartësuar, robi, njeriu do të përballet me vështirësi dhe me siklete dhe ky është ligji i Zotit. Dhe këtu nuk përjashtohet absolutisht askush, nuk ka njeri që vjen në tokën e Zotit dhe të jetë i përjashtuar nga ky ligj. Prandaj të gjithë do të sprovohen, të gjithë do të kalojnë siklete, të gjithë do të kalojnë në teste dhe në filtrat që ka caktuar Zoti i lartësuar. Ajo e gjë që kërkohet prej nesh është që në çdo moment ku troket vështirësia, ku troket sprova, ku troket sikleti, direkt ne kemi të obliguar që të sjellim ndërmend këto udhëzime të cilat janë hyjnore në mënyrë që të dalim faqe bardhë përballë testit apo përballë sprovës që e cakton Zoti i lartësuar. Në xhuman e kaluar ne u ndalëm kryesisht tek dy prej këtyre udhëzimeve apo normave shumë të rëndësishme. E para është njohja e realitetit të dunjas. Dhe e dyta është mendimi i mirë në çdo moment, në çdo gjendje, në çdo situatë për Allahun lartësuar. Dhe këto të dyja peshojnë më shumë se sa amalet dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe u a them me bindje që njerëz të shumt nuk dinë se si të sillen, madje bien në panik në momenti kur i godet vështirësia dhe sprova, për faktin se nuk njohin o njërin ose tjetrën ose ndoshta edhe këto që të dyja bashkë. E para, nuk njohin realitetin e kësaj dunjaje. Nuk e kuptojnë që dunjaja është një fazë kalimtare e përjetësisë së njeriut, e ekzistencës së njeriut, e këtij shpirti, e këtij njeriu që e ka krijuar Allahu i lartësuar përpara se të krijonte madje edhe qiellin dhe tokën shpirtin e tij. Përpara ka caktuar Allahu i lartësuar 50.000 vjet përpara krijimit të qiellit dhe tokës. Madje se çfarë do ndodhi edhe me njeriu, me rrezikun e njeriu dhe me fatin e njeriu dhe me përfundimin e njeriu. Prandaj qëndrimi në këtë botë nuk është gjë tjetër veçse një fazë kalimtare dhe kjo dunja dhe kjo është shumë e rëndësishme nuk të mundson gjithçka. Edhe ka dashur Allahu i lartësuar që të jetë mangët, dhe ka dashur Allahu i lartësuar që njeriu në këtë botë të mos arrijë të gjitha ato gjëra të cilat i ëndërron. Dhe po ashtu edhe të preki apo të sprovohet me ato gjëra që ai nuk i dëshiron. Për shumë arsye, por një prej këtyre arsyeve kryesore dhe shumë të rëndësishme është se Allahu i lartësuar ne nuk dëshiron për ne që ne ta lidhim zemrën dhe të rrënjosemi fort tek ajo gjë që është kalimtare dhe të harrojmë dhe të shpërqendrohemi nga ajo gjë që është e përhershme dhe e përjetshme. Imagjinoni pak për një çast, për një moment, nëse dikush prej nesh apo prej njerëzve do të kishte në këtë dunja, në këtë botë, gjithçka që e ka ëndërruar. Atë jetën absolute, atë jetën e ëndrave, për veten e tij, për familjen e tij, absolutisht nuk mungon asgjë. Asnjë siklet, asnjë sëmundje, asnjë mërzitje, asnjë stres, gjithçka gati, punët në vijim, terezi. Do thoni, do të mendon në një çast, në një moment ky njeri për xhenetin, për botën tjetër, ndërkohë që është fakt që ai është vendi i përhershëm dhe i përjetshëm. Do ta lidhte zemrën ky njeri me xhenetin e përjetësinë,
apo në një moment të caktuar do të ndronte fort, apo do të shijonte këtë përshkrim që i ka bërë Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar apo nëpërmjet profetit të Zotit, do ta shijonte përshkrimin e xhenetit? Jo. Madje ne jemi sot, jetojmë në këtë botë, në këtë dunja, e cila nuk na mundsojnë gjithçka, e përsëri jemi shumë të rrënjosur në këtë dunja. Madje edhe në momentin që na vijnë përshkrimet për xhenetin, për parajsën, për përjetësinë, gjithçka që ka thënë Allahu i lartësuar dhe çfarë ka krijuar në xhenet për besimtarin, ndoshta ne i kalojmë dhe nuk jemi shumë të përqendruar. Ndoshta nuk e shijojmë ashtu siç duhet. Dhe ndoshta edhe duke lexuar dhe madje edhe duke medituar dhe duke u thelluar për përjetësinë, për xhenetin, jemi duke menduar për dunjan, apo jemi duke u thelluar apo u rrënjosur, preokupuar për dunjan. Prandaj të kuptojmë urtësinë e Allahut të lartësuar dhe të kuptojmë realitetin e kësaj dunjaje. Dunjaja nuk të mundson gjithçka. Madje sa shpesh na befason dhe na zhgënjen në momente të caktuara kur një njeri ose një familje mendon se tashmë i ka plotësuar gjërat. Thotë shuqur Zotit, i vura gjërat në vijë, fëmijët më rritën, punët, biznesi apo dunjaja është befas, vjen sprova, vjen vështirësia. Për t'i thënë prit pak, mos u huto, vazhdon të jesh në këtë dunja. Kur rahatohet plotësisht njeriu nga kjo dunja, ose kur rahatohet plotësisht njeriu në mënyrë absolute, kur vendos këmbën në xhenet. Atëherë kur vendos këmbën në xhenet, aty nuk ka më as plakje, as sëmundje, as mërzitje, as vdekje, as punë dhe as prova, ka vetëm të shijim absolut i gjithë mundit dhe djersës dhe adhurimi që besimtari ka derdh apo ka qenë i angazhuar në jetën e kësaj dunjaje. Prandaj besimtari nuk hutohet. Besimtari nuk shpërqendrohet në labirintet e kësaj dunjaje. Dhe kjo nuk do të thotë që ne të na zbehet kënaqësia dhe lumturia dhe mënyra se si i qasemi kësaj dunjaje. Absolutisht jo. Prandaj kjo është e para, të nderuar. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme është mendimi i mirë për Allahun lartësuar. Nuk ka diçka më të keqe, më të urryer se sa njeriu mos ketë qasjen korrekte me atë gjë që i vjen prej Zotit të tij. Se sa të mendoj keq për diçka që i vjen prej Zotit të tij, flasim njeriu besimtar. Tu nuk flasim për komentet që ne lexojmë dhe që ne dëgjojmë dhe ne shohim të njerëzve që nuk kanë fe dhe që nuk e njohin Allahun lartësuar. S'ka dyshim se komentet e tyre ose fjalët e tyre do të jenë ankesa, rebelim dhe pse kjo dhe pse ajo dhe pse pikërisht mua dhe jo dikë tjetër. Prandaj nëse njohim realitetin e kësaj dunjaje, dhe e dyta shumë e rëndësishme, nëse gjithmonë dhe kurdoher kemi mendimin e mirë për Allahun dhe përgëzimi është se Allahu do të na trajtojë siç ne mendojmë për Zotin e gjithësisë. Dhe vazhdojmë përmendin dhe 2-3 kryesore të tjera sot inshallah Zotit për të dhënë pak një mozaik më të qartë dhe më të plot në lidhje me këtë temë. Erdhi vështirësia, erdhi sprova, zbriti fatkeqësia, Allahu na ruajt. Pikë së pari nuk e dëshirojmë, as nuk e kërkojmë. Mos e kërkoni vështirësinë, thot profeti Alesa. Mos e ndërroni vështirësinë, mos e ndërro sprovën, mos e kërko sëmundjen, mos e kërko përballjen me armikun. Mos e kërko sprovën apo fatkeqësinë. Madje Allahu i lartësuar prej dhuratave më madhështore që i jep dhe i dhuron dikujt është el-afie. Dhe këtë kërkoni Allahut të lartësuar. El-afie, të qenurit në shëndet, të qenurit në mirëqenie, të qenurit i çliruar nga sprovat, nga fatkeqësitë, nga vështirësitë, qofshin to në fe, në çështjet e besimit, dhe qofshin to në çështjet e caktuara të dunjas apo në raport me njerëzit. Nëse je i çliruar, nëse kalon një ditë 24 orë dhe ti je i çliruar plotësisht nga vështirësitë, nga sikletet, në fen tënde je elhamdulillah Zotit, mirë me iman, me besim në raport me Zotin, në shëndet, në familje, në raport me njerëzit, nuk e probleme, nuk e siklete, falendero Allahun lartësuar sepse ke kaluar një ditë si pasanik dhe i përzgjedhur prej Zotit të gjithësisë. Mirë po supozojmë Allahun na ruajt nëse zbret kjo vështirësi, pasi e kemi mendimin e mirë për Allahun lartësuar, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të përballejmë me fuqinë. Besimtari nuk dorëzohet. Prandaj dhe profeti Alesam ka thënë el-mu'minu al-qawi khayrun wa habbi ila Allahi min al-mu'mini ad-da'if wa fi kullin khayr. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu i lartësuar se sa besimtari i dobët, edhe pse në secilin prej tyre ka mirësi. Besimtari i fortë
në qëndrueshmëri, besimtari i fortë në përballjen me vështirësitë, me sikletet dhe me sprovat. Besimtari i fortë në përballjen me gjitha sfidat e kësaj dunjaje. Dhe të qenurit durimtar në sprovë dhe në vështirësi nuk do thotë të dorëzohesh. Absolutisht nuk është e pranueshme dhe nuk është justifikim dhe nuk është korrekte që dikush të thotë të abuzoj me durimin. Dhe thotë, ky është caktimi i Allahut të lartësuar, kjo është ajo gjë që dësh i Zoti i gjithësisë për mua, dhe të dorëzohet dhe të ndihet i dobët dhe i dorëzuar plotësisht. Kujdes, durimi të qenurit durimtar në raport me sprovën, me vështirësinë, nuk do thotë dorëzim. Besimtari mobilizohet me të gjithë mekanizmat, me të gjithë fuqinë që i ka dhënë Allahu, me të gjitha mjetet që i ka dhënë Zoti i gjithësisë në dispozicion për të përballur me vështirësinë, për të përballur me sprovën, që në një moment mund të jetë armiku, në momentin tjetër mund të jetë sëmundja, Zot na ruaj, në momentin tjetër mund të jetë një fukarallëku, në moment tjetër mund të jetë sprovë në forma të ndryshme, bën maksimumin për të përballur dhe për dal nga situata. Prandaj ky është besimtari i fortë. Dhe këtu pjesë e fuqisë së tij dhe e forcës së tij është dhe durimi. Dhe durimi është prej dhuratave më madhështore që Allahu i lartësuar i ka dhënë dikujt. Nuk mund të japë Allahu i lartësuar dikujt dhuratë më të madhe se sa të qenurit durimtar. Sepse gjithë ne kemi provuar se çfarë do thotë të mos u qasesh problemeve pa durim. Të gjithë kemi provuar se sa e vështirë është, se sa vështirësohet dunjaja. Prandaj dhe vijnë përgëzimet madhështore prej Allahut të lartësuar dhe prej profetit alayhis salam për ata njerëz të cilët janë durimtar, të matur, nuk nxitojnë, por thonë direkt te Allahut jemi, atij do t'i kthehemi. O Allah, më shpërblen mua në fatkeqësinë time dhe ma zvendço dhe ma kompenso me më të mirë sa ajo gjë që unë u godita apo se sa ajo gjë që më more, mu largua. Dhe profeti alayhis salam ka thënë në hadithin e mrekullueshëm dhe madhështor, Allahu lartësuar nëse e do dikë, e përzgjedh dhe teston me disa sprova. Dhe sa më e madhe që t'jetë sprova dhe vështirësia, aq më e madhe dhe është dhe shpërblimi dhe përzgjedhja, thot profeti alayhis salam. Dhe pastaj nëse robi përballet me vështirësinë, me kënaqësi, që do thotë është i kënaqur me kaderin e Allahut, do ta gjejë kënaqësinë e Zotit. Dhe nëse rebelohet dhe është i zemëruar me atë gjë që ka përzgjedhur Allahu për të, atëherë Allahu i lartësuar do të zemërohet me të. Le të veprojë robi si të doj, si vepron ai dhe si sillet do ta gjejë Zotin e gjithësisë. Kush kënaqet me zgjedhjen e Allahut për të, do ta gjejë Allahun të kënaqur me të. Dhe kush të rebelohet dhe zemërohet me zgjedhjen e Allahut për të, do ta gjejë Allahun lartësuar të zemëruar me të. Prandaj dhe Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlar, me të vërtet u plotësohet shpërblimi njerëzve durimtar, pa hesab, pa llogari, pa mas, do të befasohen kur të gjojnë shpërblimin tek Zoti i lartësuar. Prandaj dhe dërguari i Zotit i lartësuar ka thënë, kur të shohin njerëzit e sprovuar në shëndetin e tyre, në ekonominë e tyre, me sprova të ndryshme, kur të shohin ata të cilët ndoshta nuk janë sprovuar kaq shumë, se si Allahu i lartësuar do t'i nderojë dhe do t'i shpërblejë në botën tjetër të sprovuarit, do të dëshironin që të ishin sprovuar kaq shumë në dunja, sa që mishi i tyre të kishte rënë copa, pjesë në tokë, pikërisht nga sprova, nga sëmundja apo ka sikletet e ndryshme, Zot na ruaj. Prandaj mendim të mirë për Allahun lartësuar, të fortë dhe të qëndrueshëm dhe me besim dhe me durim kur përballen me vështirësi dhe me sikletin, sepse për ditë dhe në çdo moment do të përballen me sikletin dhe me vështirësi. Dhe sa më shumë shtohen këto sikleta, aq më shumë i madh është përgëzimi që do vi lehtësimi prej Allahut të lartësuar. Prandaj dhe Zoti i gjithësisë thot, s'ka dyshim se bashkë me vështirësinë është lehtësimi, madje s'ka dyshim edhe një herë përforcohet se bashkë me vështirësinë është lehtësimi, do vi lehtësimi prej Allahut të lartësuar. Diçka tjetër shumë e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh për këtyre udhëzimeve hyjnore është shoku i mirë, apo njeriu i mençur, besimtar, apo dikush i cili është i afërm, që ti e ndan sikletin me të, dhe të jep një këshill, të qetëson, të orienton, të udhëzon se si duhet sillesh, është dhurat prej Allahut të lartësuar në momente të vështira. Dhe ky është një prej udhëzimeve. Ndjen një moment
siklet të caktuar, një sprov të caktuar, të duket sikur të është bllokuar dunjaja dhe nuk di nga të ambash, ndaje sikletin tënd jo me të gjithë njerëzit, sepse jo të gjithë njerëzit janë të denjë dhe kompetent dhe dashamirës për të ndarë hallet e tua dhe problemet e tua. Mirë po duhet përzgjedhësh dikë i cili ka dy cilësi, ka dy komponentë shumë të rëndësishëm. E para është dashamirës dhe i dyti mund të orientojë dhe mund të t'japë zgjidhje në vështirësitë e tua. Është dashamirës ta do të mirën dhe e dyta është kompetent, është adapt dhe mund të orientojë tek zgjidhja e problemit. Prandaj ka thënë një prej njerëzve të mençur dhe të dijshëm në momentin kur na godiste sikleti dhe vështirësia, sprova, dhe na dukej sikur na ishin mbyllur të gjitha rrugët e dunjas. Dhe na dukej sikur na ishte palosur dhe na kishte rënë qielli mbi kokët tona, shkonim pikërisht tek mësuesi ynë edukator. Dhe sapo fillonte dhe na trajtonte dhe na shpjegonte çështjen dhe na përkujtonte me Allahun, me hikmetin, me urtësinë e Zotit të gjithësisë në zgjedhjen e tij apo në sprovën apo në çështjet e kësaj dunjaje, ne çliroheshim prej këtij sikleti dhe na dukej sikur asnjëherë nuk ishim sprovuar, asnjëherë nuk na kishte rënë pikërisht sprova dhe vështirësia. Prandaj një shok i mirë, një vëlla i mirë dhe një njeri i cili mund të të orientojë, të të udhëzojë, ta lehtëson shumë sprovën dhe vështirësinë apo fatkeqësinë. Udhëzim tjetër shumë i rëndësishëm është të kuptosh dhe të kuptojmë që nuk jemi të vetëm. Të gjithë njerëzit sprovojnë. Shikoni se si në momentet vështira kur orientonte profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam, Allahu lartësuar shpeshherë e orientonte dhe këtë gjë e gjem në Kur'anin famullar duke i thënë nuk je i vetëm. Edhe shokët e tu, edhe profetët, edhe vëllezërit e tu, dhe të gjithë besimtarët në të gjitha kohrat kanë përjetuar siklete. Shikoni në një farë mënyrë sepse secili prej tyre ka qenë shkollë më veten në menaxhimin e këtyre vështirësive dhe në daljen prej këtyre problemeve. Prandaj edhe kjo gjë na motivon shumë, nuk je i vetëm. Madje udhëzimi profetik është shiko tek ata njerëz të cilët ndoshta janë akoma më të sprovuar, akoma më në vështirësi se sa ti. Dhe kjo të shkarkon dhe kjo të lehtëson jashtëzakonisht shumë. Udhëzimi tjetër hyjnor prej Allahut të lartësuar është kërkojeni ndihmën e Zotit dhe daljen nga situata, pikërisht me dy gjëra shumë të rëndësishme. Me namaz dhe me durim. Me durimin diçka e lartë përmendëm, me namaz, çdo njeri që e godet vështirësia dhe ka një siklet të caktuar, absolutisht i pari me të cilin duhet ta ndaj këtë siklet është Allahu i lartësuar. Dhe forma më fisnike se si mund ta ndash këtë siklet me Zotin e gjithësisë është të lëshohesh në sejdë, dhe ti lutesh fort dhe shumë Allahut të lartësuar që të shkarkojë nga kjo vështirësi dhe të ta largojë këtë problem, këtë hall, këtë sprov. Ai i cili shkon lart e poshtë majtas dhe djathtas për të zgjidhur problemet që i kanë ardhur prej Allahut të lartësuar, me urtësinë e tij, me dijen e tij, dhe ndoshta janë mëshirë dhe mirësi prej Allahut. Dhe kërkon ndërmarrjen dhe zgjidhjen e problemeve kudo tjetër ndoshta, jo tek Zoti i gjithësisë, me të vërtetë ky njeri është fatkeq. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", kërkoni ndihmë Allahut, që t'ju Allahu i lartësuar t'ju karikojë, t'ju japi fuqi dhe zgjidhjen e problemeve pikërisht në dy gjëra, me durim dhe me namaz. Mirë, po kjo e dyta, namazi, është shumë i vështirë dhe i lehtësohet vetëm atij njeriu që ka frikë Zotin dhe e di se një ditë do ta takojë Allahun e lartësuar. Prandaj orë të nderuar, edhe një herë po bëj një rezume shumë të shkurtër që e lutim Allahun e lartësuar që këtë recetë hyjnore ta kemi parasysh që të gjithë. Rregulli i parë i jashtëzakonshëm dhe shumë i rëndësishëm. Çdo njeri në rrezullin toksor do të kalojë siklete dhe do të kalojë probleme. Dhe kjo nuk tregon se Allahu nuk është i mirë, absolutisht jo. Por kjo tregon se Allahu i lartësuar ka krijuar këtë dunja me ligje, me hikmet, me urtësinë e tij dhe me dijen e tij. Rregulli i dytë shumë i rëndësishëm. Në dunjan, në këtë botë kaq të vështirë dhe kaq të egër, nuk ka vend për njerëzit e dobët. Njerëzit e dobët do të thyhen përballë sprovave dhe përballë vështirësive. Rregulli i tretë shumë i rëndësishëm. Me Allahun njeriu është i fortë dhe te kalon dhe ka përcen të gjitha vështirësitë dhe të gjitha problemet. Pa Zotin e gjithësisë, edhe nëse të bojnë që të gjithë njerëzit nga i pari dhe deri tek i fundit, me gjithë mekanizmat nuk të ndihmojnë dot dhe nuk të nxjerrin nga sikleti apo nga vështirësia që ti je. Forma më e mirë për të qenë afër Zotit të lartësuar është pikërisht me namaz. Prandaj mos u privo nga lidhja e zemrës
me Allahu lartësuar në formë më fisnike, duke falur namazin në kohën e caktuar që ka caktuar Zoti i gjithësisë. Nuk je i vetëm. Merr shembull nga shkollat, nga universitetet e popujve të mparshëm, dhe pikërisht nga profetët dhe nga besimtarët, se si janë përballur me vështirësitë dhe me sprovat. Dhe gjithmonë mendim mirë se Allahu është më i mirë me robin se sa madje edhe nëna me fëmijën, madje edhe se sa robia do të mirën dhe është dashamirës me veten e tij. Durimi i të qenurit i durimtar nuk do të thotë që të dorëzohesh, por të ngresh kokën dhe të marrësh të gjithë masat, mekanizmat, format dhe të përballesh me vështirësinë dhe të dalësh nga sikleti çfarë do lloj sikleti është. Dhe i vetëm është e vështirë që të përballohet. Prandaj ndahet ky siklet me vëllezër, ndahet ky siklet me besimtarë dhe besimtare, por me njerëz të cilët janë dashamirës dhe me njerëz të cilët janë adapt në orientimet dhe në udhëzimet e tyre. Dhe kur mos u privo nga lutja, sa më shumë lutje, sepse ndoshta mirësia, çlirimi nga sikleti, përgjigjja e Allahut lartësuar, ndoshta drita është shumë afër dhe shpëtimi është shumë afër dhe mbetet vetëm t'i drejtosh Allahut të lartësuar me një lutje të përkushtuar dhe me një lutje të sinqertë. Këto udhëzime e shumë të tjera, të gjitha ne duhet i kemi një paketë me vete. Si dikush i cili, imagjinoni dikoj i cili e di shumë mirë që ka disa sëmundje kronike dhe nuk del prej shtëpisë pa patur një paketë me ilaçe. Ka disa ilaçe me vete. Sepse ka disa orare që ai duhet i pi këto ilaçe. Nuk del absolutisht prej shtëpisë. Dhe ne nuk dalim prej shtëpisë. Ne nuk përballemi me sfidat, me sprovat dhe me vështirësitë e kësaj dhunjaje pa këtë paketë hyjnore. Dhe pa vënë jetë dhe pa zbatuar këto udhëzime të Allahut lartësuar që i gjejmë në Kur'anin famëlar dhe i gjejmë nëpërmjet orientimeve dhe udhëzimeve dërguar të Zotit të lartësuar. U a them me bindje që në momente të caktuara këto na vështirësojnë. Në momente të caktuara këto ne i harrojmë. Vlerën këtyre udhëzimeve u a dim atëherë kur i shfrytëzojmë dhe kur i vëmë në jetë dhe më mirë dhe në mënyrë më të plotë do t'i kuptojmë kur të kalojmë tek Zoti i lartësuar, kur të jemi në xhenet dhe kur të kuptojmë se si Allahu i lartësuar na ka trajtuar në formën më të mirë dhe kur të kuptojmë realitetin e secilës prej fazave të jetës së njeriut, cila ishte dunjaja dhe si duhet sillesh në dunja dhe cila është bota tjetër dhe cili është xheneti. Dhe atëherë pastaj kur plotësohet dhe ajo seria e fundit apo ajo copëza e fundit e mozaikut të jetës së njeriut, aty e kupton dhe thot sa i mirë ka qenë Allahu me ne. Prandaj falenderojmë Allahun lartësuar për mirësitë e shumta që na ka dhënë, dhe falenderojmë Allahun lartësuar që nuk na ka sprovuar me sprova që nuk i përballojmë dot. Dhe falenderojmë Allahun lartësuar që na ka mbushur zemrën me dritën e imanit dhe kërkojmë Zotit i gjithësisë të na orientojë, të na udhëzojë zemrën tonë, gjuhën tonë, veprat tona, sjelljet tona, të gjithçka që ai është i kënaqur me të. Dhe kërkojmë Allahut të lartësuar të na ruaj nga ajo ditë, nga ai moment që të buroj prej nesh diçka që Zoti i gjithësisë e urren apo nuk është i kënaqur me të. Allahu ju mbuloft me mirësitë e tij dhe paqim sa më shumë jetë gjatë në këtë tokë, në këtë jetë që na ka caktuar Zoti i lartësuar, por jetë të mbushur me punë të mira, jo jetë duke qenë të rebeluar ndaj udhëzimit të Allahut të lartësuar. Dhe kërkojmë Allahut të lartësuar që dita më e bukur e jona, dita më e gëzueshme e jona, të jetë dita kur të shohim Zotin e gjithësisë dhe dita kur takojmë Allahun e lartësuar. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum.